Kush është për miratimin e fletë votimit brenda vendit, të thotë me propozimin sipas Këshillit për Operacionet Zgjedhore. Sajna. Gjosh. Kundër ose abstenim? Kundër. Gjosh. Kundër ose abstenim? Na kemi me dërgu edhe PZ-a pankesën, edhe Gjykata Supreme, me që shumë mirë është me ditë kush ka pas ndikim, s'po du me thonë diçka tjetër, veç kush ka pas ndikim që me ndryshu drejtat e ligjit edhe drejtat e kushtetutës që e kemi. Ju jenë keq këtu mbledhjen e KQZ-s disa herë me fol për padrejtësi, për shkelje ligjin, për gjuhën turke. Po hapim mbledhjen e 93 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me 8 dhjetor 2025, me rend të propozuar të ditës, kemi Këshillin për Operacionet Zgjedhore, kemi shqyrtimin e miratimin për përmbushje të këshillave të vend votimit, flet votimi, miratimi i flet votimit brenda vendit, meqense tjerë miratum flet votimin jashtë vendit. Këshilli për çështje ligjore kemi 2 zëvendësime, njërin zveçantë dhe njërin prizren. Këshilli për personel, për shqyrtimin e listës kandidatëve potencial për antar të komisionit për pranim në pozita të nivelit të ulët të drejtues dhe të ndryshme. Diçka tjetër lidhur me rendin e ditës? Nëse jo, hedhëm votim, kush është për? Numër vota për, miratohet. Alenit, të japim fjalën një herë. Faleminderit. Këshilli i Operacioneve Zgjedhore ka shqyrtuar rekomandimin e sekretariatit për emërimin e këshillave të vendvotimit, pra shpërndarjen e vendeve për komisioner për secilin subjekt politik të certifikuar, duke referuar rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, zgjedhjeve lokale dhe statistikave të regjistrimit të fundit të popullsisë. Bazuar në këto të dhëna, është rekomanduar kjo formulë e shpërndarjes së vendeve për secilën komunë, kësaj radhe ka dhe komunat që i kanë vetëm nga 4 antar si komisioner për këshillat e vendvotimit. Janë pashtu të bashkangjitur në dokument edhe ekipet për qendrën komunale të numërimit dhe njëherët edhe për vendvotimet me kusht në kuadër të kësaj formule. Rekomandojmë si Këshilli i Operacioneve Zgjedhore që të miratohet për kjo formulë e shpërndarjes së vendeve. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë, po, gjatë mbledhjes së Këshillit për Operacionet Zgjedhore në lidhur me fletvotimin që do të përdoret brenda Kosovës, do thotë në vend votimet e rregullave 227, është kërkuar një opinion për lidhur me përdorimin e gjuhëve zyrtare në votim për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Ju e keni pranuar sot një opinion të cilin e kemi marrë nga zyra ligjore në kuadër sekretariatit të KQZ-s. Dhe zyra ligjore konstaton që fletvotimi për zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës duhet të përdoret në 2 gjuhë zyrtare, domethënë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe. Kjo është rekomandimi, sigurisht rekomandimi dokumenti shumë më i gjatë sepse i referohet ligjeve të aplikueshme në Kosovë, siç janë ligji për përdorimin e gjuhëve zyrtare në Republikën e Kosovës, Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ligjit për zgjedhje e tjera. Andaj ky është opinioni që e ka ofruar Këshilli zyra ligjore në kuadër të sekretariatit dhe në përputhje me këtë është edhe fletvotimi i cili është këtu, i shfaqën e të cilin e keni edhe në folderin e mbledhjes së sotme të KQZ-s. Sigurisht fletvotimi përmban edhe rekomandimin e zotit Kurteshi, i cili është miratuar nga ana e KQZ-s, ku në pjesën e dytë të fletvotimit janë vendosur shigjetat të numrave. Pra ky është fletvotimi në përputhje me opinionin ligjor që e ka ofruar zyra ligjore në kuadër të sekretariatit të KQZ-s. Faleminderit, doktor. Ka dikush diçka unë më fero? Faleminderit, kryetar, ju përshëndes. Ju jenë keq këtu mbledhjen e KQZ-s disa herë me fol për padrejtësi, për shkelje ligjin, për gjuhën turke. Une mos me qenë këtu në këtë sallë ose KQZ me ligj çka kam pas drejt, unë kam lus të gjithve, a mundeni me përkrah, a mundeni me përkrah, veç na kemi mendu që është Kosova shteti të drejtësisë. Kam bisedu me antarët e KQZ-s edhe dje, edhe sot, dje 8 antar, edhe une,
kemi qenë dakord që ka me qenë Prizren edhe gjuha turke, sepse është edhe gjuha turke, si gjuha sërbe, edhe gjuha shqipe bashk është edhe mamush, edhe Prizren. Veç me dy antar nuk kam fol, dje kemi pa kush janë ata, edhe kush jemi na, tash mundem me thonë që si grup, kush ka lonë për krahje, kush nuk ka lonë për krahje, nuk kam thonë kur gjone, veç kemi prit opinionin e zyrën ligjore. Kam shku edhe të zyra ligjore, ata kanë thonë që një opinion veç kemi nxerna. Pse nuk ka nevoj mo edhe një opinion me nxerë, nëse unë kam prit deri tani, deri 12, sot qysh kemi vendos dje për opinionin, kemi prit deri 12. Ata normal kanë punu punën edhe kanë nxerë një opinion. Veç mirë është kjo që nuk ka me qenë në gjuhën turke, mirë është, se kemi drejt, na kemi me dërgu edhe PZ-a pankesën, edhe gjykata supreme, veç mirë është, shumë mirë është me ditë kush ka pas ndikim, s'po du me thonë diçka tjetër, veç kush ka pas ndikim që me ndryshu drejtat e ligjit edhe drejtat e kushtetutës që e kemi. Mirë është kjo, prapë po thomë që është mirë, edhe populli, edhe Kosova, edhe komuniteti turk, edhe Turqia, edhe bota me ditë kush është me konë. Faleminderoj shumë, kretar, na kemi me shku deri fund, veç na kupim kohë. Na kupim kohë, se deri 2021 kemi pas, a kemi shkel ligjin atere ose kushtetutën, ose tash shkelje ligjin ose kushtetutën e bojmë, nuk ka problem, ne din edhe komuniteti turk, edhe bota. Faleminderit. Faleminderit, Fero. Dikur diçka tjetër, unë ose për të shi. Faleminderit kryesues. Me thonë drejtën, po e shoh domethënë kolega që ka vërejtje në me gjasa dhe në interpretimin për ato, po nuk e kuptova këtë drejt cila është kërkesa konkrete e kolegës. Se, sinqerisht po them, unë e kom lexue interpretimin e kësaj zyrës ligjore dhe me aq sa marrë veshën në çështjet ligjore, nuk kam pa ndonjë lëshim, po tash kur e dëgjova kolegën, nuk e kuptova drejt ose s'paku, unë se kuptova cila është kërkesa konkrete. Në lidhje me këtë opinion apo në lidhje me përdorimin e gjuhës në fletvotime. Faleminderit. Faleminderit. Zoti koleg, dje kam lexu në nenin e ligjit, edhe të gjithë edhim, edhe mediat, edhe populli edhin që ka kërkojun e këtu. Se Prizren, edhe mamush, gjuha turke është barazi, barabar është me gjuhën shqipe, edhe me gjuhën sërbe. Dje kam thonë që Prizren dhe mamush duhet me qenë. Me ligj edhe me kushtetut e kemi drejt. Kemi bisedu këtu, edhe ka marrë një përgjigje që për nivelin lokal, për zgjedhjet lokal, veç unë kam lexu jo për zgjedhjet lokal, ligjin. Ligjin përgjithshme kam lexu edhe është 87.8. Pika, të gjithë jetim qka është, qka kërkojune, unë veç edhe njerë po thomë për sëriti që gjuha turke edhe gjuha shqipe, gjuha sërbe, barabar janë edhe mamush, edhe Prizren. Prizren është komuniteti turk 6.6, nuk duhet me qenë përqindje Prizren, ajo 5% që e kemi me ligjin,
Mamush është 93% komuniteti turk. Tash Mamush e kemi drejt me shku me fol ose me përdor për listat, për fletvotimet gjuhën sërbe, a gjuha turke nuk kemi drejt, 93% është Mamush komuniteti turk. Unë nuk kërkoj për Gjakovën, ose në Gjakov, ose Çaglavic, ose Graçanic, ose Partesh, ose dikun tjetër që nuk e kemi drejt. Dje, kos, kemi fillu këtu, kishe me problemin me pas në zgjidhje, një koleg ka thonë, nëse Prizren po doni me qenë edhe në gjuhën turke, duhet me qenë edhe Obiliqë në gjuha rome, edhe Prizren, dy fish janë boshnjak, duhet me qenë edhe gjuha boshnjake. Kjo është mirë, kjo është demokrasi. Veç, këtu izvinim mollim të Almire. Tebe që da uzmem primer, Almir, kolegja ime, që shumë kam respekt, ku këtu përdor gjuhën boshnjake ose sërbe. Cilën gjuha sërbe. Qysh mundet këtu gjuhën sërbe, ose nëse përdor gjuhën boshnjake, kërkoj falje prej boshnjakve, une prej komunitetin boshnjak, që këtu Almiri, kolegi im, përdor gjuhën boshnjake, a unë nuk mundem këtu me përdor gjuhamtare që e kam gjuhën turke. Pse? Pse neni 5 kushtetutës është në niveli qendror gjuha sërbe, gjuha shqipe edhe gjuha sërbe. Tash këtu, zotri Almir, a përdor gjuhën boshnjake, a përdor gjuhën sërbe. Normal që gjuhën sërbe këtu përdor. Gjuha sërbe, edhe gjuha boshnjake të gjithë e dim që është afër. Demek, ata nuk kanë me pas problem Prizren. Tash kush po thot që duhet me qenë shqyqyr që mendon edhe për boshnjak. Shqyqyr po thonë. Nëse s'ka dikush diçka tjetër, unë e hedh në votëm të votimin, thot me vërejtjen me sipas opinionit, edhe ka brenda 24 orëve është drejta ankesës edhe e presim vendimin e PZAP-s. Je këto dilemat për ardhmen edhe për këtë, do thonë një vendim gjyqësor ta lehtëson edhe natyrisht. Unë e hedh në votim kush është për miratimin e plot votimit brenda vendit, të thotë me propozimin sipas Këshillit për Operacionet Zgjedhore. Sa janë? Gjosh, kundër ose abstenim? Kundër. Kundër edhe 3 abstenime. Okej. 7 vota për, 1 kundër edhe 3 abstenime, miratohet flet vetëm. 8. Në mbledhjen e 17 të Këshillit për Çështje Ligjore kemi trajtuar kërkesën e zyrtarit komunal të zgjedhjeve në Zveçan edhe po ashtu në Prizren, edhe kemi 2 zavendësime, një në komunën e Zveçanit dhe tjetër në komunën e Prizrenit. A ti lexojën Okej. Atëherë në komunën e Zveçanit Radosław Radomirović zavendëson Ivan Todosievićin, i cili është zgjedhur në kryetar komune, kurse në Prizren Qel Lamaj jep dorëheqje dhe në vend i e merr vendin Tefik Tarashaj nga subjekti politik PDK. Atëherë Radosław Radomirović zavendëson Ivan Todosievićin nga srpska lista në Zveçan, kush është për? Kundër, 2 kundër, miratohet. Edhe në Prizren Tefik Tarashaj e zavendëson Qel Lamaj nga PDK në Prizren, kush është për? Këtu jemi gjithë për, miratohet. Vazhdojmë me pikën e radhës Këshilli për personel. A do një pas mbyllur? Mbyllur. Atëherë Këshilli për personel është mbyllur për publikun, ju kisha lutë publikut, mediave, me na liru sallën. Faleminderit.